përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashkë. Unë sot do të vim me një recetë tradicionale të qytetit të Elbasanit, e cila përgatitet në ditën e verës. Tavë me pistil me mish dashi. Kjo recetë tradicionale e Elbasanit, që ka vetëm Elbasani, përgatitet me mishin e dashit, ku mishi i dashit nga e që është dhe i vjamur dhe aty është karakteristika e kësaj recete. Nuk bëhet, kjo tavë me pistil nuk bëhet me asnjë lloj mish tjetër. Po në pamundësi, kur ju nuk do e keni atë mish, mund ta bëni me mish shigji ose me mish viçi, pjesën e qafës e cila ka edhe vjam. Pistilin e ka marrë këtu në Shqipëri tek në Rëndzi, kështu që po dëshironi ta përgatisni këtë recetë, mund ta gjeni shumë mirë tek dyqani i në Rëndzit. Përpërsit i kemi gati dhe fillojmë ta përgatisim. Si fillim, unë do të pres pistilin në copa të vogla, do ta vendos në ujë të ngrohtë që pistili të zbutet dhe gjatë kohës që ne do e përgatisim, ai do shpërbohet plotësisht dhe tavës do t'i japi një shije të aftë që i jep një shije shumë të mirë. Edhe karakteristika e saj sepse bëhet me shumë qep. Fillojmë ta përgatisim. Unë në fakt kam vendosur shumë pistil sepse më pëlqen shumë ajo aftësia e gjellës kur e ka këtë shije. Ky që po përdor unë është pistil kumbulle. Do t'i vendosim tani ujin e nxehtë. Do vendos lugën fillimisht se kam merak se mos na çahet ena e qeçit. Unë kam hedhur 500 ml ujë. Uji që unë vendosa ke pistili është uji që do përdor edhe për gjellën, për qepën, për mishin e dashit. Do e lëm derisa të përgatisim mishin dhe qepët. Tani do të presim mishin në racione. Mishi që përdoret, mishi i dashit, që përdoret për tavën me pistil, duhet të ketë patjetër kock edhe vjam. E dim që vjami na bën shumë dëm, po një herë në vit njeriu mund ta përgatisi këtë recetë. E marrim mishin edhe e lajm. Fillimisht do të vendosim vajin. Do ta lëm vajin të ngrohet pak, të marrë një ngrohje, e vendosim mishin në vajin e ngrohur. Ndërkohë që mishi do përgatitet, ne do të përgatisim qepët. Qepët do t'i pres në gjysmë hënze. Rëndësi ka t'i pris në hollë, nuk të forët, edhe qepa bëhet shumë mirë. Ne kemi vëfunduar edhe grijen e qepëve. Fillojmë të përgatisim pjesën tjetër të recetës. Mishi e ka nxjerrë plotësisht atë lëngun e vet. Do i lëm derisa mishi të na skuqet dhe na dalin në lyrë. I vendosim kapakun dhe e lëm të bëhet. Mishi e ka pirë plotësisht lëngun e vet dhe na ka dalë në lyrë. Tani do të vendosim qepën. E shohim qepën. Qepa na zbutur plotësisht dhe na zverdhur. I vendosim pak krip, se pjesën tjetër do ta e vendosim para se ta fusim në tavë. Tani është momenti që ne të vendosim pistilin. Ta shihni, pistili na është rretur pothuajse plotësisht.
Përgatitjeni këtë recetë se është fantastike. Do thoni që ka shumë ujë, është e vërtet. Po kjo do të zjej akoma se dhe mishi nuk është se ka zjer plotësisht dhe pjesën tjetër ne do ta përgatisim, do ta vendosim në tavë. Do t'i vendosim kapakun dhe sasia e lëngut që kjo ka të shteroj pak dhe më pas do t'a vendosim në tavë për t'a pjekur në furrë. Tani është momenti që të hedhim erëzat, piper të zi, rigon, spec kurrë, krip, i vendosim të gjitha bashkë, vendosim dhe salcën e domates. Në të zi, ka quar një aromë të mrekullueshme, një aromë shumë të mirë. Do t'i vendosim pak sheqer për të neutralizuar atë shijen e aftë të pistilit. Tani do t'a vendosim në tavë. Vendosim thellat e mishit fillimisht. E trazojmë pak që gjithë masa e gjellës të vej plotësisht në fund, sepse janë dhe thellat e mishit shumë dhe janë shumë të dhëndura. E fusim në furrë dhe presim derisa të piqet. Tava na ka përfunduar, na është bërë super e mirë, tani na ngelet vetëm ta shijojmë. Do t'i lëmë të ndalin nxehtësia e madhe dhe më pas do e servirim. Ju bëftë të mirë dhe gëzuar ditën e verës.